Si në mbarvendin, edhe maturantët Gjirokastrit startuan sot sezonin e provimeve. Të rinjt nga shkollat e bashkive Gjirokastër e Libohov u grupuan në 3 qendra administrimi, pranë gjimnazit Asim Zeneli, gjimnazit Ciri Shaplo dhe shkollës nëntëvjeçare Koto Hoxhi. Për 2 ore 30 minuta ata zhvilluan testin në gjuhën e huaj, të cilin e vlerësuan të nivelit mesatar. Ishte një emocion që nuk e kishim përjetuar më përpara, normale, ishte i vështirë pothuajse, por që arritëm t'i përmbanim emocionet edhe bërëm maksimumin tonë. Gjuha ishte në nivelit B2, ishte gjuha e frëngjishtes, testin të paktën, ishte një test mesatarisht i lehtë, ishte një test mesatar i cili përfshinte edhe ushtrimet të nivelit të dobët, edhe të atit të mesëm dhe atit të lartë. Besoj se kemi dalë mirë dhe ju uroj gjithë maturantëve suksese në provimet e ardhshme. Gjuha e huaj që unë u testova ishte italisht. Ishte një test i lehtë mund të themi, por që i kishte të gjitha nivelet bashkë. Do me thënë i 10-ës mund të merrte 10, i 8-ës nuk mund të merrte 10. Ishte një provim që i bëshëm dhe mendoj se kam dalë mirë. Të të nëhodha provimin e anglishtes, B2-shin, më duk i nivelit mesatar. Pjesa e STES, pjesa e letrës ishin të thjeshta, unë nuk i kam problem, bëra pikat kyçe, bëra argumentet kryesore dhe i zhvillova ato. Kështu që testi besoj të tërë nxënësit besoj se do dalin në një nivel të mirë, nivel mesatar. Po ku hasën më tepër vështirësi të rinjt? Duke qenë se ishte gjuhë e huaj, brezi jon tani, sidomos unë personalisht që e kisha gjuhë të huaj të para anglishtën, nuk është se e kisha dhe shumë problem, megjithatë, nëse do të veçoja një vështirësi, ishte tek formulimi i SS. Vështirësia më e madhe tek frëngjishtja është gjithmonë pjesa e gramatikës, por që besoj se shumica ja dolën. Patjetër që eseja, atje ku hasin pothuajse të gjithë maturantët eseja, është pika me vështirje në impresion të provimit, duhet të shkruash gjatë edhe duhet të shkruash sakt, pa gabime me strukturë, ka shumë pikë eseja dhe nëse s'bën ese sakt, fundosesh, kështu që eseja. Tek 2 alternativa hasa vështirësi, sepse ishin alternativat e ngjashme, gjithmonë alternativat e kanë pak të si problem që mund të ngatrohesh, por përveç këtyre mendoj se maksimumi 3 ose 4 pikë mund të humbas. Uroj, shpresoj. Në këtë provim morën pjesë 315 maturant, 3 prej të cilëve me aftësi ndryshe që ju nështruan testeve të personalizuara. Në mbar qarkun e Gjirokastrës, në gjuhën e huaj u testuan 594 maturant.